Në lindjen e mesme ka një tension dhe rivalitet midis Turqisë dhe Izraelit. Turqia është lejuar për presidentit Trump që të ndërhyjë dhe të futet në Rusi për të mos lejuar që Izraeli të dominojë Sirin e shkatruar mbas largimit të qeverisë ish presidentit Assad. Turqia ndërkohë e ndjen veten të dobët në aspektin e luftrave ajrore përballë fuqisë së Izraelit, i cili është shumë i armatosur dhe shumë dominues në ajër me avionët e vet modern F-15, F-16 dhe F-35 dhe Rusia ka paguar 40 avion të nivelit të lartë ushtarak në Evropë dhe njëkohësisht kërkon nga Shtetet e Bashkuara që ato t'i shesin dhe t'i zhbllokojnë pagesat që kanë dhënë për avionët F-35, cilat janë lidhur me disa kërkesa për largimin e mbrojtjes antiraketore ruse në territorin e Turqisë.